Dhurata bizare e Recep Tayyip Erdoganit për krerët e shteteve të NATO-s shkaktoi jo pak diskutime dhe debate sidomos në Europë. Në fund të fundit, sultani pikërisht për këtë e kishte bërë, për dërguar mesazhe atje ku i interesonte, por edhe për konsum të politikës së brendshme turke. Në Shqipëri, një pjesë e opinionit publik, veçanërisht kundërshtarët e Edi Ramës, e trajtuan me humor të zi revolverin e shoqëruar me 7 plumba. Nart Ndoka, kreu i PDK, i njohur për batutat e tij, nuk e humbi rastin për të lëshuar një thumb. Sipas tij, me që protesta po i kërkon largimin e Edi Ramës, Erdogani kishte dërguar edhe mjetin e duhur për të reflektuar. Humori i zi i Nart Ndokës, edhe pse mund konsiderohet makabër nga mbështetësit e Edi Ramës, në fakt mbart një simbolik që lidhet me traditën politike të Portës së Lartë, ku dhuratat kanë shërbyer shpesh edhe si paralajmërime që në momentin kur erdhi në pushtet, madje edhe përpara kësaj, Edi Rama pranoi ta quante partneritetin me Turqinë një marrëdhënie strategjike, por me kalimin e viteve, ky partneritet u shndërrua në një marrëdhënie gjithnjë më të varur, madje sipas kritikëve të tij, edhe në një formë vasaliteti politik. Ky proces u frenua nga ndërhyrja amerikane dhe europiane, veçanërisht kur Turqia tentoi të shtonte ndikimin e saj mbi komunitetin musliman shqiptar. Pas kësaj rezistence, Edi Rama nisi të afrohej më shumë me Izraelin, duke kërkuar një lloj ekuilibri strategjik përballë presionit turk. Ndërkohë Ankaraja aktivizoi gjithnjë më shumë rrjetet e saj të ndikimit në Shqipëri, sidomos pas hapjes së xhamisë së madhe të Tiranës, por i ndodhur nën presionin e protestës dhe i shqetësuar nga zhvillimet e brendshme politike, Rama vendosi të kërkonte një kompromis me Erdoganin. Simboli i këtij kompromisi ishte mbyllja e Universitetit Bedër, institucioni administruar nga komuniteti musliman shqiptar, një dhuratë që ju dërgua në valixhe presidentit turk dhe që ju kthye në formën e një revolveri Magnum 357, një prej armëve simbol të industrisë ushtarake turke, një revolver që Rama e ka vendosur në dollapin e dhuratave pranë zyrës së tij, si kujtim të porosisë së sultanit, një porosi që lidhet me kërkesën për largimin e Bujar Spahiut dhe të gjithë drejtuesve aktual të komunitetit musliman shqiptar, që më pas të zëvendësohen me njerëz të afërt me Ankaran. Nëse një skenar i tillë do të realizojë, do të rrezikojë jo vetëm autonomia e një prej institucioneve më të rëndësishme fetare në vend, por edhe vetë siguria kombëtare, sepse strukturat e kontrolluara politikisht mund të shndërroheshin në instrument ndikimi të një shteti të huaj, një proces që do të niste me ndikimin mbi institucionet fetare, do të prekte identitetin kulturor e kombëtar dhe më pas do të shtrihej edhe mbi pasuritë e paluajtshme. Komuniteti musliman shqiptar është ndër pronarët më të mëdhenj të pasurive të paluajtshme në vend dhe pikërisht kjo shton shqetësimin se këto prona mund të kalojnë gradualisht në ndikimin ekonomik të investitorëve të lidhur me Turqinë. Në këtë mënyrë, çështja nuk mbetet vetëm fetare, ajo merr për masa strategjike, sidomos në një moment kur Erdogani vjen se ka fituar më shumë hapësirë veprimi në rajon pas zhvillimeve të fundit në NATO. Në këtë logjik, Ballkani dhe veçanërisht hapësira shqiptare mbetet pjesë e thellësisë strategjike të projektit neo-osman që presidenti turk synon të ndërtojë.